Për 10 ditësh, familja Simoni nga fshati Qasi Vilipojës përballet me një situatë të rëndë sociale. Një zjarr i rrëmbëeshëm i mori gjithçka që kishin, duke i kthyer mundin e një jete në hije gërmalla. Mark Simoni, kryefamiljari, tregon momentet e tmerrit ku flakët u përhapen me shpejtësi brenda pak minutash. Për fat të mirë, asnjë nga pjesëtarët e familjes nuk besoi lëndime fizike. Me datën 26 në orën 11, unë jam kënë në Njuban, të motra, për fesht me djalë edhe me një temin. Në orën 11 na ka marrë nushen në telefon, me dy vajzë, hajde se u do të shtëpia. Janë anis, kanë ardhur, që kanë pas me bon, e gjithë me shto, shtëpi. Vajza ka qëllu mërën, a kanë diqa vajza në banja të la, diqa kështu. Të pashtru, janë fikë dritat, edhe ka dalë, që ka dalë vajza jashtë. Se kishte pas mundësi vajza që me jetë edhe mërën, me hum jetën vajza. Po fati saj, e fati jonë, ka dalë jashtë vajza. A, si gjanë s'këna zjerë prej banesët, kore sënë s'këna zjerë prej banesët. Nasë, kore sënë. Dhe më hamet në teshët e trupit, teshët që këna pas vesh. 71 vjeçari thotë se shkak i rënies së zjarrit u bë një problem me rrjetin elektrik. Elektriku, s'ka rrugë tjetër. Elektriku që qërë orë, kallëzën kja. Kallëzën se a fundit kja. A dje gëzhina, a dje ke fundit. A dje ke fundit gëzhina. Se prej kënej ka fillu zjarëmi. Për në dhomë nusës e teme. Sipas kryefamiljarit, dëmet materiale janë të konsiderueshme. Mi 15 milioni ka pas, rendi shtëpiake. Qati jam masë, kja shtëpia masë e deta punë. Qati, s'pa thëmë se është shtëpia nivellit lartë, për kja kënë shtëpia eme. S'pa thëmë se është shtëpia, se kja ka 35 vjetë që jam bon. Sot pa një qatim mbi kokë dhe në kushte mjaft të vështira jetese, familja Simoni e përbërë nga 6 persona, kërkon ndihmë urgjente nga autoritetet vendore, shteti dhe çdo person që ka mundësi të vinë në ndihmë për të rindërtuar jetën nga e para. Unë kërkoj ndihmë, këtë një mojnë zotë me na një mojnë. Faleminderit shpejtin e kushtimojnë. Pa të keqen e robëve, ma keq s'ka. Vetëm familjen kam qilë të hapën, jetaj, se si të ka lejdimin, zotë edin, nuk e parashikaj. Nuk e parashikaj. Do më nëmë, kush ma bje një lek, ma pruft kush i to, unë do fës to. Një lek, edhe gjysht lekut, këtu do fës. Se me nëjme jetu, prapi tu me nëjme jetu.